nga realiteti bashkohor. Një djali pa dëgjueshëm. Në një vend nga Arabia Saudite, një djali i ri, për shkak të mos respektit ndaj nanës së tij, filloi ta nervozonte atë. Pastaj e ngriti zërin e tij dhe vazhdoi grindjen mes tyre derisa u ngrit, e goditi duke i thyer dhëmbët dhe duke ia plagosur kokën asaj. Ajo u dërgua në atë gjendje në spital, kurse atë e burgosën si të çmendur dhe aty qëndroi për një kohë gjatë. Ky tregim e tronditi gjithë shoqërinë, për shkak se ky djalosh jo respektues nga hidhrimi i madh e humbi kontrollin dhe mendjen e tij dhe e bëri këtë vepër të shëmtuar nga e cila rrënqethet lëkura e njerëzve të mirë. Këshilluesi. Një djalosh të cilin e njihja ishte shumë i kujdesshëm t'i këshilloi dhe udhëzoi të tjerët. Mirëpo u kacafyt me babain e tij për një çështje familjare, ndërsa ky djalosh e mori armën e tij dhe e vrau babain e vet. E dërguan në burg, ndërsa disa të afërm të tij u munduan t'i bindin njerëzit me argumente të dobta që mos të dënohej me vrasje. Në fund u vendos të vritej dhe dënimi mbi të u ekzekutua në pranitë e njerëzve pas namazit të xumas. Shkaku i tërë kësaj ishte hidhrimi i madh i parsyetueshëm, të cilin shejtani e futi në mendjen e tij dhe e verboi me të. Lufta në mes të dy fiseve. Dy fise u takuan në një burim uji dhe kjo nxiti kacafytje dhe mosmarrveshje mes tyre. Prandaj shkuan, morën armët që kishin dhe filluan të vriten mes njëri tjetrit. Nga njëri fis u vran 5 veta, kurse nga fisi tjetër u vran 7 veta, derisa erdhi policia dhe i dha fund përleshjes. Muslimani e vret muslimanin dhe e haron fjalën e Allahut të lartësuar. Kush e mbyt një besimtar me qëllim, dënimi i tij është xhehenemi, në të cilin do të jetë përgjithmonë. Allahu është i hidhëruar ndaj tij, e ka mallkuar dhe e ka përgatitur dënimin më të madh. Ky është hidhërimi i madh i cili është zjarr nga shejtani i ndezur në zemër dhe i cili e bën njeriu t'i haroj vlerat, virtytet dhe tekstet sheriatike. Babai dhe biri. Një njeriu hidhrua shumë me djalin e tij 7 vjeçar. Paramendo babai i rritur dhe i mençur hidhrohet aq shumë me djalin e tij i cili është ende i vogël. Prandaj vendosi ta dënoi me një dënim shumë të rëndë. E lidhi për këmbën e tij dhe e vari me kokë poshtë dhe e la kështu të qëndroi tërë natën. Në mëngjes kur e liroi litarin, e pa se të birit i rrithe gjak nga hunda, prandaj e morën dhe e transferuan në spital. Çfarë mëshire, çfarë tolerancë dhe çfarë mençurie është kjo? Babai e humbi djalin e tij për shkak të hidhërimit të madh. Portacia e birit. Një baba hidhrohet me birin e tij, të cilin mundohet ta zgjojë në namazin e sabahut, kurse ai nga përtatësia dhe dembelia refuzon të ngrihet nga shtrati. Në atë moment babai shkon e merr armën e tij dhe e godet këtë djalosh të dobët, pas kësaj pendohet shumë dhe vret dhe veten. Kjo nuk është metodë fetare për shërimin e sëmundjeve dhe përmirësimin e problemeve. Nuk na ka urdhëruar me gjëra të tilla feja jonë e pastër. Gruaja. Një njeriu hidhrua me gruan e tij dhe ja dogji flokët e saj me zjarr, ja theu dhëmbët dhe ja deformoi fytyrën e saj me thikë. Pastaj e la dhe u nda prej saj. Kjo shkaktoi që ai të gjykohet dhe të dënohet. Krejt kjo si pasojë e hidhrimit. Burri. Një grua më telefonoi në kanalin televiziv Ikra në programin e titulluar Selam Aleikum, ku më tregonte për padrejtësinë dhe zullumin që kishte përjetuar ajo nga burri i cili ishte ndarë. Njëherë ai ja kishte thyer dorën, njëherë i kishte thyer brinjën, njëherë e kishte nxjerrë nga shtëpia të flejë në rrugë vetmuar. Krejt kjo për shkak të hidhërimit madh, i cili ja largonte mendjen këtij njeriu. Fqinji. Një njeri i mirë më tregon duke thënë: mos u frikso nga diçka tjetër veç nga hidhërimi, sepse ai është zjarri ndezur në zemër që e tymos mendjen e njeriut.
Një ditë isha i ulur në kopshtin tim, kur erdhi bia ime e vogël e cila ruan delet e mia dhe më tregoi se ishin futur në kopshtin e fqinjit. Fqinji e kishte ofenduar shumë rënd atë, prandaj bia ime kishte filluar të qaj fort. Tha, kjo gjë më nevrikosi shumë, u hidhurova tepër me fqinjin, prandaj e mora armën dhe shkova tek ai. Pasha Allahun, nëse do t'i thoshte ndonjë fjalë, do ta kisha shtrirë për tokë të vrarë, sepse unë e humba mendjen nga hidhrimi i madh. Mirë po fqinji im thoshte vetëm këto fjalë. Thuaj, kërkoj mbrojtjen e Allahut nga shejtani mallkuar. Thuaj, s'ka të adhuruar me merit veç Allahut. Kjo më qetësoi pak, mu kthye logjika e shëndosh dhe mu largua hidhrimi, në një moment kur përpaksa nuk e vrava atë. Pendimi i jetës. Ndërsa babai po e pastronte veturën e tij, djali i tij 6 vjeçar mori një gur dhe filloi të gërvisht veturën, duke u munduar të shkruaj diçka. Babai i hidhëruar shumë e kapi për dorë djalin e tij dhe filloi ta godas në dorën e tij aq shumë sa që kur shkuan në spital i thanë se duhet ja këpusnin disa gishta djaloshit vogël. Biri e pyeste babain e tij, babi, kur do të ndalin gishtat e tjerë? Kështu babai i dëshpëruar shumë me veten e tij, u kthye te vetura e tij dhe filloi ta godas atë me fuqi. Kur ul në tokë dhe filloi të shohë goditjet që i kishte bërë veturës tij, pa mbi shkrimin e birit tij, babi të dua shumë. Kur të kaploj hidhërimi, jepi vetes pak kohë derisa të qetësohesh dhe mos reago me njëherë, sepse ka mundësi që reagimi yt të bëjë të pendohesh gjatë tërë jetës. 2 bomba. Ish kryetari amerikan Truman u hidhurua me Japoninë për shkak të sulmit që u bën forcave amerikane. Prandaj edhe ai vendosi ta godasë Japoninë me 2 bomba atomike. Njëra ra mbi qytetin Hiroshima, kurse tjetra mbi Nagasaki. Nga e para u vranë në minutën e parë 74.000 japonezë, u prish klima, u shkatruan lagjet, u vranë njerëz dhe edhe sot e kësaj dite, edhe pse kanë kaluar më shumë se 50 vite, lindin fëmijë të deformuar nga pasojat e atyre 2 bombave. Për shkak të katastrofës që shkaktuan këto 2 bomba, vetë Trumani një ditë më pas tha, sikur të mos e kisha nënshkruar atë vendim duke qenë i hidhëruar, sikur mos të më kishte lindur nëna, sikur të kisha vdekur 20 vite para asaj katastrofe. Trumani nuk është i vetmi që është prekur nga shkatrimi i madh që shkaktuan këto 2 bomba. Njëri prej 2 pilotëve bëri vetvrasje pas kësaj ndodhie. Gjithë ky shkatrim që shkaktuan këto 2 bomba, pasojat e cilave ende i vuajnë shumë për japonezëve, as Japonia, as tërë bota nuk kishte nevojë për një gjë të tillë, sikur Trumani mos ta kishte zgjedhur këtë opsion në momentin e hidhërimit. Dhomat e gazit. Dhomat e gazit në të cilat hebrejt thonë se i ka dënuar Hitleri, thuhet, Hitleri ishte i hidhëruar, prandaj dhe i dënoi në këtë formë. Kjo ndodhi tek ata njihet si Holokausti. Humbja e durimit. Hidhërimi është pasojë direkte e humbjes së durimit, sepse ne hidhërohemi atëherë kur nuk mundemi të durojmë ndonjë gjë apo ndonjë person. Ndjenja e hidhërimit na shfaqet për shkak të mungesës së durimit, ose do të durojmë, ose do të hidhërohemi. Mungesa e durimit dhe hidhërimi duket sikur veprojnë të ndara nga njëra tjetra. Mirë po realiteti është se humbja e durimit është një zinxhir ndjenjash që fillon me dëshpërimin, i cili të dërgon hidhërim dhe në reagim me gjymtyr. Kjo tregon se sa më shumë që të kemi durim, aq më pak do të dëshpërohemi, aq më pak do të hidhërohemi dhe aq më pak do të reagojmë gabimisht me gjymtyrët tona. Në realitet, kur ne stolisemi me durim, kemi mundësi të vendosim më mirë se kur duhet hidhërohemi, kur ai është i arsyetuar dhe kur duhet buzëqeshim edhe të durojmë. Një fjalë e urtë irlandeze thot, kur hidhërohesh, e mban dëmin e ti vetëm ti, kurse palës tjetër nuk i intereson as pak.
Prandaj sa më shumë të stolisemi me durim, aq më pak hidhrohemi dhe bëhemi shumë më të qëndrueshëm. Duro ndaj të hidhruarit. Kur ta shohësh se shoku yt është i hidhruar dhe ka filluar të flasë gjëra jo të sakta, duroje vlimin e tij, sepse shejtani e ka mundur dhe natyra e tij e ka sulmuar. Nëse hidhrohesh për shkak të veprimit të tij, apo nëse ja kthen në të njëjtën mas, bëhesh si i mençuri i cili ja kthen të çmendurit, ose si i zgjuari i cili e qorton atë që ka humbur vetdijen. Përkundërzi, shiko me syrin e mëshirës dhe merr mësim se si natyra e tij e mbisundoi atë. Po ashtu dije se kur qetësohet, do të pendohet për atë që bëri dhe do ta di vlerën e durimit tënd. Gjëja më e vogël që mund të bësh është ta lësh në hidhrimin e tij derisa të qetësohet. Këtë gjë duhet ta kenë parasysh sidomos fëmijët gjatë hidhrimit të prindërve dhe gratë gjatë hidhrimit të burrave. Gruaja duhet ta lërë burrin e saj të shfryhet gjatë hidhrimit, sepse në momentin që do t'i kalojë, do t'i vijë i penduar dhe do të kërkojë falje. Madje kur të kthjellohet, do të mundohet ta kompensojë me të mira atë të keqe që bëri në momentin e dehjes së hidhrimit. Për fat të keq, shumica e njerëzve nuk e ndjekin këtë udhëzim. Ata sa po shohin dikë të hidhruar e përballojnë me të njëjtën mënyrë. Kjo është në kundërshtim me urtësinë. Urtësia është ajo që përmenda unë, e këtë e kuptojnë vetëm ata që kanë dituri. Xhafer Sadiku. Në përcillet se një shërbëtor i Xhafer Sadikut ishte duke i hedhur ujë në dorën e tij. Në momentin kur i briku i ra nga dora dhe e stërpiku Xhaferin në fytyrë. Xhaferi e shikoi atë me hidhrim, kurse ai i tha: "O zotëria im, edhe ata që e frenojnë mllefin." Xhaferi tha: "E frenova mllefin tim." Djaloshi i tha: "Edhe ata që ua falin njerëzve." Xhaferi tha: "Ta kam falur." Djaloshi tha: "Allahu i do bamirësit." Xhaferi ja ktheu: "Shko se ti je i lirë për hir të Allahut. Do ta detyroj veten që t'ja fal çdo gabimtari, dhe nëse shtohen mbi mua gabimet e tij." Njerëzit nuk janë tjetër veç njëri nga këta tre: i nderuar, nderues i të tjerëve dhe falenderues i tij. Sa i përket atij që është mbi, atij ja di vlerën dhe pasoi të vërtetën në lidhje me hakun e tij. E sa i përket atij që është nën mua, nëse thot diçka, unë nuk i përgjigjem atij, e nëse ofendon ka ofenduar veten e tij. Kurse ai që është i barabartë me mua nëse gabon ose rrëshqet, unë e nderoj me falje atë, sepse falja më ngre mbi nivelin e tij. Xhingis Khani. Shoku më i ngushtë i Xhingis Khanit ishte sokoli i tij, i cili i qëndronte gjithmonë mbi shpatullën e tij. Ai del me të, i jep prej gjahut të tij dhe ushqen aq sa ka nevojë. Sokoli i Xhingis Khanit ishte shembulli i shokut sinqert edhe pse ishte i heshtur. Thuhet se një ditë Xhingis Khani doli së bashku me sokolin e tij, mirëpo humbën rrugën dhe u hetuan shumë. Xhingis Khani dëshiroi të pijë nga një burim në fund të një mali, mirëpo sa herë që dëshironte ta pinte ujin, vinte sokoli dhe ja derdhte atë. Kështu Xhingis Khani u mundua 3 herë ta pijë ujin, mirëpo sokoli për çdo herë vinte dhe ja derdhte atë. Prandaj këtë herë Xhingis Khani vendosi që sapo të vijë t'ja kpus kokën dhe ashtu dhe veproi. Mirëpo në momentin që ja kputi kokën dhe filloi t'i rrithte gjaku sokolit, Xhingis Khani u pendua dhe e kaploi mërzia. Prandaj pa e pirë ujin, vendosi të shkojë ta shohse nga vinte uji. Dhe kur hypi pak më lart, pa se në ujë ishte një gjarpër i ngordhur, i cili e kishte helmuar ujin. Në atë moment, Xhingis Khani e kuptoi se shoku i tij veproi ashtu për të mirën e tij. Mirëpo këtë e kuptoi kur tashmë ishte shumë vonë. Pastaj u kthye i pendur te shoku i tij, e mbështolli atë me një leckë dhe u kthye në pallatin e vet. Ai atje urdhëroi njërin nga shërbëtorët e tij që të bëjë një sokol prej ari dhe të shkruaj në krahët e tij: "Shoku ngelet shok, edhe nëse vepron diçka që nuk të pëlqen,
Me të vërtet çdo vepër që shkaktohet nga hidhërimi përfundon me dëshpërim.